Atëherë përshëndetje. Si shikohet këtu, jemi vënu me i dhanë hapësirën. Unë nuk jam vënu në fakt, por e vërteta është se këto këshiret që i kam ndërtu unë i kam bërë pak më të mëdha se që duhet. Janë bërë poshtë për 11 korniza dhe jo për 10, edhe si shihet bleta e kam ndërtu goxha të madhe. Por çfarë do bëjmë me këtë? Sot do ju tregoj se çfarë do i bëjmë, sepse unë këto nuk i hedh. Këto janë shumë të mira. Shikojnë tani se çfarë do bëjmë. Atëherë, vendosim telefonin këtu. Se shihet. Atëherë, marrim një kornizë që është vetëm me tele. Prandaj i kam këto kornizat, to i shfrytëzojmë për këtë rast. S'kemi pse ta humbasim gjitha të dyll. Atë edhe mund ta marrim ta shkrim edhe ta përdorim herë tjetër, por në këtë rast është goxha e madhe edhe është super për mjak. Ne do të mosim pak që bleta të largohet. Mundemi ta heqim. Si fillim mirë, nëse keni kështu rastesh, keni kujdes se mos tjetë mbretresha sipër. Unë këtë rast e kontrollova të gjitha bletën. Mbretresha nuk është këtu. Edhe te këto shumë herë bëjnë pjellje mashkullore. Edhe në këtë rast jam i sigurt 100% se ka bërë pjellje mashkullore aty në fund. Po. Ka bërë pjellje mashkullore. Ja një sekondë marrën telefonin ta tregoj. Shikojnë. Kjo është komplet me pjellje mashkullore, nuk e di sa mund ta shikoni nga dielli. Shikohet, është pjellje mashkullore, gypat janë stërmëdhej dhe kjo është plot me pjellje mashkullore. Si shihet këtu edhe ai ka ushqyer larvat, janë ushqyer me qumësht. Por kjo është gjë e mirë sepse te kornizat që i kemi në blet, ato i bën vetëm pjellje femërore, ndërsa te kjo bën pjellje mashkullore. Ne nuk e hedhim këtë, kurse si unë e marr dhe e ngjes këtu. Kjo është pak këzë më e madhe. Se shihet, kjo është pak këzë më e madhe, e ja presim në masën e saj. Edhe ja vendosim përsëri bletës. Shtypim mirë që të ngulet teli, që mos kemi probleme pastaj. Dhe këtë e normal që ja japim klientëve që duan me gjithë hoje. Kjo është 100% e bën nga bleta. Perfekt. Sërish unë ja dhuroj prap aty bletës, sepse ajo e punon akoma më shumë, edhe normal që do vijë bëje pjellje mashkullore. Pasi pjellja mashkullore të mbushet e të vuloset, unë ja prish pjelljen nga sipër, bleta e pastron dhe e mbushim, vendosim ka dytë dhe e mbush me mjak. Kemi edhe një copë të vogël këtu. Ose nuk e vendosim këtu poshtë, unë do e vendos sipër në katë dytë. Sepse kësaj po jep katin e dytë. Ja këtu i ka hedhur disa pika nektar. Edhe këte janë gjesim këtu, unë nuk hedh asnjë gjë. I kursej çdo gjë. Kjo është perfekt. Dhe do ja japim katë dytë dhe vendosim dhe kornizë tjetër poshtë prapë që ta punoje. Kështu që shihemi me një video tjetër. Edhe ju këshilloj që të mos i hidhni këto lloj, i mbani ose ja leni prapë aty sipër të mbushe me pjellje akoma më shumë. Por është e kodë që ta bëje më shumë me pjellje. Më mirë japim kornizat e reja që ti punoje, këta ja vendos sipër që ta mbushe me mjalt.